Vendimi për tërheqjen e pjesë të konsiderueshme të trupave amerikan nga Europa ka rritur tensionet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj tradicional. Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth ka urdhëruar largimin e rreth 5000 trupave nga Gjermania, një proces që sipas Pentagonit do të përfundojë brenda 6 deri në 12 muajve të ardhshëm. Ky zhvillim vjen menjëherë pasi presidenti amerikan Donald Trump njoftoi vendosjen e tarifave të reja për 25% për makinat dhe kamionët që importohen nga Bashkimi Evropian, duke akuzuar vendet europiane se nuk kanë respektuar marrëveshjen tregtare të arritura në verën e vitit 2025. Gjermania pritet të jetë ndër vendet më të prekura nga kjo mas pasi industria e saj automobilistike përbën një pjesë e rëndësishme të eksporteve drejt tregut amerikan. Trump ka akuzuar prodhuesit gjerman se po përfitojnë në mënyrë të padrejtë nga tregu amerikan, duke rritur presion ekonomik mbi partnerët evropian. Paralelisht, në përplasje tregtare, presidenti amerikan ka përsëritur qëndrimin e tij për reduktimin e pranisë ushtarake amerikane në Europë, duke kërkuar për vendet europiane të marrin më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e tyre. Në këtë kuadër, ai ka paralajmëruar se mund të ndërmerren masa të ngjashme dhe ndaj Italisë dhe Spanjës për shkak të qëndrimeve të tyre kundër operacioneve ushtarake në Iran. Këto zhvillime sinjalizojnë një rikonfigurim të marrëdhënieve transatlantike, ku çështjet e sigurisë dhe ekonomisë po ndërthuren gjithnjë më shumë, duke krijuar pasiguri për të ardhmen e bashkëpunimit mes SBA-s dhe Europës.